mundet të regjistroj procedimi për zotin Meta. Po s'kisha si problem, kuptohet. Por si e niste këtë procedim kur në të gjithë hetimin ndaj Kasiot Ismailajt, në të gjithë dëshmitarët e pyetur, në të gjithë, po themi, fashikullin hetimor dhe gjyqësor, nuk ka një person që përmend zotin Meta për lidhje me Çesdian. Ore, sepse ne na ndodh që në çështjen me Gonigali na del Edi Rama 4 herë. Po në çështjen e zotit Meta nuk del një herë, një individ që thot, po, ka qenë ish ministri, jo zoti Meta, po ish ministri. Kjo është ajo që të habit me prokurorinë e posaçme që kuptohet, që kjo ka një çështje e montuar. Është një çështje e montuar, mor. Tani unë e kuptoj që me çështjen e zotit Meta po bëhet pazar sot. Zoti Meta po ri në paraburgim çështje pazari sot. U bë pazar Altin Dumani, që arrestoi, bëri pazar me Jurikim dhe me pushtetin e Kos. Bëri pazar Altin Dumani, me zotin Meta ka bërë pazar me arrestimin e zotit Meta. Dhe kjo nuk e them unë, mua më rezulton këtu në provat. Kjo. Apo jo, avokat? Bëri pazar zonja Gjoka për ta kaluar çështjen në gjykim. Zonja Gjoka ka qenë në dyshim deri në momentin e fundit. Derisa u fut në dhomën e rrëfimit, në dhomën e terrorit, sepse po turroqin gjyqtarët në dhomën e këshillimit, të futen në dhomën e terrorit psikologjik që u bëhet nga prokurorët. Dhe u bë pazar dhe zonja Gjoka. Mbylli çështjen, kaloi çështjen e gjykim zotit Meta, datën 18/25 ju mbylli çështjen Altin Dumani. Tani, shpresoj dhe besoj që çështja ka kaluar në themel. Dhe shpresoj dhe besoj që gjyqtarët e gjykatës kushtetuese në datën 8 mos të bëj pazar me çështjen e zotit Meta, po të ngrihen në lartësinë që e kërkon ligji kushtetuta. Jo të bëj pazar me zotin Meta se do mbaroj mandati nesër e do shkojnë zëvendës governator i parë i Bankës së Shqipërisë.